First, a listening exercise. Write down what you hear as you are listening. You will be given the answers on the next screen after this first exercise. Unë jam duke dëgjuar. Unë jam duke dëgjuar. Unë jam duke dëgjuar. Student po dëgjoni. Student po dëgjoni. Student po dëgjoni. Po mësues po dëgjojnë. Po mësues po dëgjojnë. Po mësues po dëgjojnë. Apo dëgjon Lisa? A po dëgjon Lisa? Apo dëgjon Lisa? Lisa po dëgjon. Lisa po dëgjon. Lisa po dëgjon. Jo, më falni, nuk po dëgjoja. Jo, më falni, nuk po dëgjoja. Jo, më falni, nuk po dëgjoja. Tani po dëgjoj. Tani po dëgjoj. Tani po dëgjoj. Tom po dëgjon. Tom po dëgjon. Tom po dëgjon. Nuk po dëgjoja, por do të dëgjoj tani. Nuk po dëgjoja, por do të dëgjoj tani. Nuk po dëgjoja, por do të dëgjoj tani. Apo dëgjojnë? A po dëgjojnë? Apo dëgjojnë? Jo, nuk po dëgjojnë. Jo, nuk po dëgjojnë. Jo, nuk po dëgjojnë. Ju lutem dëgjoni. Ju lutem dëgjoni. Ju lutem dëgjoni. Tani ata po dëgjojnë. Tani ata po dëgjojnë. Tani ata po dëgjojnë. Po, ata po dëgjojnë. Po, ata po dëgjojnë. Po, ata po dëgjojnë. Unë jam duke dëgjuar. Student po dëgjoni. Po mësues po dëgjojnë. Apo dëgjon Lisa? Lisa po dëgjon. Jo, më falni, nuk po dëgjoja. Tani po dëgjoj. Tom po dëgjon. Nuk po dëgjoja, por do të dëgjoj tani. Apo dëgjojnë? Jo, nuk po dëgjojnë. Ju lutem dëgjoni. Tani ata po dëgjojnë. Po, ata po dëgjojnë. Now, let's fully review the conjugation for the verb listen. In this instance, we will conjugate for ideas around things that we do. For example, I listen, for example, to music. So let's conjugate now, not just for ourselves, but for every perspective possible for the Albanian. That would mean I, you, he or she, we, you all, and they in both the masculine and feminine. Unë dëgjoj. Ju dëgjoni. Ai dëgjon. Ajo dëgjon. Ne dëgjojmë. Ju dëgjoni. Ata dëgjojnë. Ato dëgjojnë. Unë dëgjoj muzikë. Ju dëgjoni prindërit tuaj. Ai dëgjon shefin e tij. Ajo dëgjon njoftimin. Ne dëgjojmë zemrat tona. Ju dëgjoni së bashku. Ata dëgjojnë si audiencë.